Shiroft, e ka shkrujt edhe në Vjersh, edhe thot, i lutem Zotit, kot na fali, se neve na u ka presh morali. Zoti e mëshiroft, inshallah. Dhe më thonë, mëshira e madhe ati, rahmeti ati, sepse kanë shku gjonat shumë vështirë. Dhe më thonë, konsiderohet besimtari, ashtu si kur ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që tha, do vjen kohë të vështira për besimtarin. Shumë të vështira. Sa që mbajtja e fesë ti është sikur të marrë një gac apo një thëngjil zjarri në dorë. E keni provuar të zizën me majtë thëngjilin në dorë? A mbahet? Nuk mbahet. Pra mbajtja e fesë do të jetë po aq e vështirë. Po aq delikate. Sepse shtigjet që të rrezikojnë ty mbajtjen e fesë janë me miliona. Që të rrezikojnë me miliona. Domethënë, kudo që të hedhësh hapin, ti përballesh me të keqen. Edhe ka thonë mbajtja e fesë për këtë grup, për këtë kohë, për këtë met, është ta majtë se e thëngjili, apo i dru me zjarr me majtë të ndorë. Aja të përvlën. Kështu është edhe çështja e fesë. Domethënë ka kuptimin që do të përmbahesh shumë nga gjonat e shishme të dynjas, nga gjonat e rahatshme të dynjas, që të mbrohesh që ata mos çojnë tek harami, tek e ndalumje, tek e keqja. Pra do të përmahesh kështu me mishe me shpirt. Do të përjetosh vështirësi të mëdha, po sikur ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që mbajtja e fesë do vej kohë që vetëm ai barive të jenë mal tha me kopen e ti, do rej rahat atje, që mos të trazojnë njerëzit. Mirë po ati s'më shkojmë gjithë. Allahu xhelle xhelalu edhe këtu na i ka dhënë shpërblimet. Edhe mirësitë mëdha këtu në luftë me mosbesimtarin, në luftë me të keqin, në luftë me ata që punojnë haramet, në luftë me ata që do me shkatërru familjen, do me shkatërru pasurinë, këtu do të jetojmë bashkë. Edhe këtu inshallah do të na ndihmojë Zoti xhelle xhelaluhu. Ajeti radhës që kishim për sonte. Bismillahirrahmanirrahim. Kejfe tekfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Si e mohoni Allahun? Kur dihet se ju nuk ekzistonit hiç, a ju i ngjalli, mandej ju bani të vdesni, pastaj ju ringjalli, e mandej tek ai do të ktheheni. Elhamdulillah, falënderimi është për Allahun dhe subhanallah. Ai është i larmadhuar dhe patmedh. Si na mëson, si na drejtoni modhe Zot xhelle xhelalu mendjet tona. Si na i kthjellon mendjet tona. Allahu xhelle xhelalu. Kejfe tekfuruna, si e mohoni Allahun xhelle xhelalu. Pra, i jeton njeriu, ka ardhur në këtë jetë, edhe mohon prej ardhen e tij. Duke u marrë me mendjet e disa njerëzve të shkallum, që flasin si mas berihas. Beriha do të thotë si mas menjes vetë. Edhe kjo teori sot në përbotën është shumë e zhvillume. Pra unë kam drejt me mendjen time të mendoj çfarë do. Zoti është dru. Zoti është mal. Zoti është det. Kam drejt të mendoj kështu. Allahu na ruaj. Pra këto lloj mendjesh janë me qindra dhe me mijë në botë. Deri atje sa që tjetri thotë Zoti është lop. Kafsha apo kur kanë dalë këto, kanë zbulu për herë të parë, balenat, që i shifshin si krijesat më dhoja, kanë thonë kjo është Zot. E tjera gjona që historia njeh shumë pa drejtësi që i bëhen të modhet Zot xhelle xhelalu krijuesi i gjithësisë. Atëherë thotë Allahu xhelle xhelalu, si e mohoni Zotin xhelle xhelaluhu? Kur ju nuk ishit fare dhe ai ju krijoi.
faza e parë. Edhe me të vërtetë. Këto shkenca e mos besimtarëve, kur flasin për njeriun e parë, thonë se nuk kishte, po ishte majmun. Allahu xhelle xhelalu i hedh poshtë kështu në mënyrë absolute. S'ka, ju si që thotë dhe unë ju solla. E në nuk ju solla ashtu kafsh, edhe nga kafsh me u barob, edhe përmen Ademin a.s. pra njeriun e parë që e krijoi Allahu xhelle xhelalu. Ju si që thotë dhe unë ju krijova. Edhe po të shohim, asnjë nuk merr përsipër nga këto shkencat mos besimtare që thotë ne krijuam. Ne ju sollëm në jetë, ne ju dham shpirt, absolutisht. Ne krijuam qiellin, ne krijuam tokën. Këto nuk thonë kështu.